Okej, faleminderit. Prej asaj që po më takim me kryetarin e kuvendit dhe me partitë politike, ka një dakordancë pothuajse të plotë që data e zgjedhjeve të jetë 7 qershori. Edhe ne jemi pajtu, edhe pse nuk kemi pas ndonjë preferencë të posaçme, të dy datat kanë qenë në rregull. Mirë, po duket që ka pothuajse konsenzus që të jetë data 7 qershor. Kështu që zgjedhjet janë shans, po që pak kush i ka desh tash, po zgjedhjet janë shans për vendin, edhe ne po bëhemi gati me ia dhënë Kosovës ato që duhet, me ia dhënë një stabilitet, me ia dhënë një rrugë të zhvillimit, edhe po besoj që populli i Kosovës duhet me shfrytëzu këtë shans të zgjedhjeve sipas gjitha gjasave të datës 7 qershor. Zina, mund të dim nëse jeni kandidat për kryeministër, pasi është përpur vazhdimisht, por nuk e kemi pas të konfirmuar nga ju, dhe nëse mund të dim po ashtu, nga matit e juja që i keni bërë deri tash, qysh qëndron AK, pasi që është të ndërdiskutuar që mund të mbes jashtë kuvendit nëse Vjosa Osmani sërish në parë. Vendimet në aleancë i merr Këshilli Drejtues. Unë jam i propozuar për kandidat për kryeministër dhe për bartës të listës, po duhet me prit vendimin e Këshillit Drejtues, po besoj që ka me ndodhë shumë shpejt. Shikoni, unë këtu jam fiks mas 12 vjetë po drejtohem prej këtij vendi. Herën e fundit para 12 viteve kur fol. Aleanca është të bëjë gati për një betejë. Ajo betejë nuk ka të bëjë me Prag ose me kur gjë tjetër, betejë ka të bëjë me ia dhënë Kosovës një qeveri normale, një qeveri që i ka fjalë të buta e punët serioze, e të serta. Deri tash kem pa fjalë shumë të forta e punë hiç. Kosova e ka shansën edhe njëherë edhe ne po përgatitemi me ia dhënë shansën Kosovës. Gjithë kolegët e mi edhe unë jemi duke gati me i dhënë Kosovës shansë të jashtëzakonshme. Edhe me siguri që kanë me pa shpejt. Do të rregjimi ku ka mbetur procesi që ju të merrni edhe përcaktimin e AFS? Me datën 24 maj, Aleanca e mban kuvendin e përgjithshëm. Jemi në proces zgjedhjeve, në për deg, në për nën deg, kulmon me 24 maj dhe me 24 maj do të konfirmon strukturat e reja. A do të varoj e vetë Aleanca për ardhurin e Kosovës në këto zgjedhje apo do të ketë ndonjë koalicion parashikon? Jemi përgatit me garu vetëm, edhe me i dhonë Kosovës dalje. Jemi bo gati. Okej? Faleminderit për gjithëve, faleminderit shumë.